2 klasa, një për mësimin përmes teknologjisë dhe për mësimin sipas kurrikulës së shkollës për fëmijët dhe një klas arti, janë hapur për pacientët e vegjël të shtruar në Spitalin Pediatrik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Dhe kështu kafshim. Për herë të parë ato do të kenë mundësi të zhvillojnë mësim brenda mjediseve të spitalit. Këto klasa janë hapur rreth para 2 javësh e gjysmë. Ne kemi zakonisht fëmijë që janë të shtruar me kohë zgjatje të madhe, por kemi dhe fëmijë ditor. Për shembull këtu kemi pas raste që kemi pas dhe 6-7 fëmijë, por kemi pas dhe 1-2. Fëmijë që kanë qenë më aktiv janë fëmijë që kanë pas qëndrimin më të gjatë. Mësimi do jetë individual dhe ai është individual, nuk funksionojnë 5-6 fëmijë për herë. Secili mësues merret me një fëmijë ose maksimumi 2 në rast kur kemi shumë. Për fëmijët që kanë të pamundur lëvizjen nga shtretri, do të mundsohen tableta, smartphone dhe mjete didaktike të krijuara posaçërisht për ta. Fëmijët që kanë rinë për kohë të gjatë mund të marrin dhe orë mësimi sipas nevojave të tyre ose sipas dëshirave të tyre. Kryesisht me matematikën dhe gjuhën shqipe, dhe mundon të plotësojë ato orë që ajo mund të ketë që ka humbur fëmia. Shpjegimi im është çik më i gjatë, fëmia duhet flasin më pak sepse kanë probleme të ndryshme shëndetësore. Por unë mundohem të bëj maksimumin që të kapi sa më shumë që mos të krijohet ai bëshllëku. Por fëmijët që nuk lëvizin nga krevati, sepse ka diagnoza të ndryshme dhe ndoshta edhe të rënda, ne bëjmë me tabletat, si jemi pajisur, çdo mësues ka nga një tablet, që është e pajisur brenda dhe me kurrikulat shkollore, dhe vemi ndihmojmë atje me gjitha mundësitë. Krahas mësimit do të ofrojnë aktivitete që lidhen me leximin, fotografinë, muzikën dhe aktivitete të tjera.